Një kujtes për të gjithë ju heronj imagjinar dhe spurdhjak politikan të PD-s që po e shisni si kontribut dhe sakrificë të madhe në Partinë Demokratike qenjen deputet, ministër, zëvendës ministër, apo drejtor drejtorie në vitet kur PD ishte në pushtet, apo në vitet 2013-2025 kur PD gjoja është në opozit. Se në fakt në këto 12 vite në opozit, janë dhe kanë qenë vetëm demokratët, por kur kupola drejtuese dhe deputetët e PD-s. Datë 26 qershor 1997, ditë e njëjtë, ora 17:00 në Lushnjë, 3 ditë përpara zgjedhjeve mes bandave të 29 qershorit 1997, në mitingun përmbyllës të fushatës së PD-s, kur Berisha vjen të prezantoj kandidatët për deputet të rrethit Lushnjë, zotin Maksim Cikuli, zotin Ilir Bano, zotin Sami Sharka, zotin Gjovalin Daka dhe Myslim Urizin, në nënbreshërinë e armëve të bandave, banditëve dhe lumhaneve të komiteteve të shpëtimit, të ardhur me porosi të PS-s nga çdo cep i Shqipërisë. Prandaj në çdo deklarim timin publik shpreh respekt e mirënjohje për qendrëstarët e viteve 1997-2005, sepse ishin vite tmerri dhe kohë burrash. Prandaj jo birbo e buzëqumësht që ju ka llastuar shpërblyer ushqyer e rritur sakrifica demokratëve. Mos na hapni barkun sikur ju ka ngrënë hakun njeri, se keni heshtur në forume si vemje dhe jeni shndërruar në konfrontist hipokrit me bindjen që do të ishit edhe ju pjesë e tufës së listave të mbyllura. Prandaj trimërit apo heroizmat, kontributet apo sakrificat, ja tregoni njëri tjetrit nëpër kafe, jo atyre që kanë 35 vite në PD dhe që nuk kanë përfituar një kokër krip nga 13 pushtetet që ka qeverisur gjithsej PD, i bëj thirrje publike zotit Berisha që të mbledh Këshillin Kombëtar dhe të shohim a kanë gjë për të thënë, apo prap do duar trokasin për flamurin këta rebel silencioz. Mblidhe Këshillin Kombëtar zoti Berisha, dhe nëse mendon që ky këshill nuk vlen, atëherë thirr kuvend kombëtar të jashtëzakonshëm dhe demokratët të zgjedhin një këshill kombëtar tjetër, por mblidhe ose zgjidh të tjerë dhe mos dëgjoje, mos beso një grush servilesh që sot të lëpijen e dje të përjashtuan, të dhunuan, të linçuan e spionuan nëpër ambasada, madje u gëzuan kur të arrestuan. Nuk besoj që të kanë bler kaq lirë, doktor. Me një dredhje beli në vallen ku këndoi kënga jote, doktor. Edhe ata që hiqen sikur janë buroj apo parzmor për ju, doktor, janë bërë si kullojnë se makaronash në perceptimin e demokratëve dhe qytetarëve, dhe jo vetëm nuk mbajnë plumba, por fusin ujë nga çdo anë si gomonet e shpuara dikur që mbytnin hallexhint në det për biznes e para. Jemi pak për të larguar njerëz dhe bolla armiq ka shpallur PD në 35 vite. Heshtja dhe servilizmi, doktor, kanë vrarë më shumë se fjala e njerëzve të lirë të PD-s.